7-8 vota, dhe i diku, Ceka shkonte nga 70 deri në 90, zotëria nuk fitonte. U drejtua atje, edhe i tha gjithë kuvendit, do t'jetë nderin e ti kuvendi, që kuvendin e partë Partisë Demokratike, Partisë Partë Demokratike në historinë e Shqipërisë, pak në to fjali kam të sakta, se i mbaj mend, që të votoj dire nga salla kryetarën e saj. Edhe që atëherë u votua, dhe më falë, kemi më votimin e për kryetar partia, edhe i Gjusëri i Shqipërisë. Kështu dhe krau tjetër. Nuk jam dakord me këtë që thot Landi dhe kapat e pjesën, ruan vendet e mbyllura për këta akademikët. Logjika është e tillë. Jo, që kush ka energji, bateri, eksperiencë politike. Kush ka energji, shkoj edhe devotshmëri. Mendoj që gjithë madhështia është këtë devotshmërie. S'mund të jesh i devotshëm kraht Berishës, dhe është faj i zonjushës që vajti pranë atij. Nuk është e thënë, ku nuk është e vetëm mos shko fare, më mirë qëndroj elektroni i lirë. S'është e thënë të jesh patjetër politik, mund të jesh një qytetar aktivist shumë i devotshëm në forma të tjera, po pranë Berishës nuk ke çfarë militon. Se vajte për t'i dhënë moral Berishës, rini Berishës, për t'i dhënë pasërti Berishës, kjo bë, dhe prandaj kjo ndjen veten të shfrytzuar. Po në krahun tjetër është korrupsion nga doktrina politike, në çdo doktrinë, që nga poste profesionale të përfitosh poste politike. Vin këta profesor doktor, të tunda diplomë që nuk vlen dy pare dhe kanë pas nga La Sapienza që ishin të denj vetëm për t'i çuar postier. Jam dakord me ty që kjo është keq përdorur nga drejtuesit politik. Po mirë, po ta marr krahun tjetër. Por tani, më fal, një sekond. Jo vetëm në Shqipëri, po kudo në të gjithë parlamentet e një vendi evropian bizotrojnë dy profesione. Po të them të tre, po duket sigurisht personale. Prandaj është në Europë. Publicistët po janë pjesë, padyshim që po janë publicistët pjesë, padyshim se janë pjesë e ndërgjegjës dhe opinionit publik, janë juristët dhe janë ekonomistët. Dakor, Europa ka probleme. Apo jo? Po, edhe unë kam diskutuar me europarlamentar që në 91-shin, problemet janë se dikur burrat e shtetit ishin me edukim religios dhe ushtarak. Të paktën familja mbretërore britanike ka këtë edukim. Dhe këta burrat tanë... Dakor, me ty, për gjërat kanë ndryshuar. Jo, po, s'ka ndryshuar, se Europa sot duhet të armërtoset. Dhe s'kemi burra. Se kusha këta dy burra që kemi ne, është gati për komandanti përgjithshëm. Njëri më çatrafiluar se tjetri. Shef i qeshe. Mund të ndalim Kjo çështja e trimërisë, po. Apo do marrim të fortin e kësaj rrugës me të fortin e kësaj rrugës. Edhe njëri të merret me NATO-n dhe tjetri të merret me atë tjetrën. Shikoj. Po, përfundoj se Zani dhe Gaxhaje, sigurisht. Ne jemi tallur me fatkeqësinë tonë. Po çfarë bëjmë? Tashi, po kokës. Vetëm gjë që kemi ne, për bërë një analizë saktë. Ja, për shembull, Alesja ka bërë një sfidë tjetër. I është bashkuar një parti e tre. Ti çfarë mendon? Mos e thuj tani, publicitet, rikthehemi pas pak.